Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në vlogun e radhës. Ju thash që do shifemi shpesh këto ditë sepse kemi goxha kohë mjaftueshëm, kështu që ja ku jemi sërish në vlogun e radhës pas një jave në mos gaboj. Do ta nis duke ju treguar disa roba banjo, po do ju sill verën. Këto roba banjo që do ju tregoj tani kam bashkëpunim me disa brende të huaj. Janë dy, në mos gaboj. Do ju tregoj si fillim të parin dhe pastaj tjetrin. Duhet të kisha realizuar një video, por ku ta realizoj? Më thoni ju ku ta realizoj një video me roba banjo, kështu që vendosa t'i tregoj në YouTube. Them të drejtën, janë shumë të bukura dhe mezi po pres, por kemi shumë kohë deri atëherë. Të parat janë këto. Dhe janë kështu. Kanë këto detajet e palmave, njerëz në plan, vibe i munguar. Dhe kjo forma më super pëlqen. Janë shumë të bukur njerëz. Vetëm se trupi im për momentin nuk është i përshtatshëm për të tilla veshjesh. Dhe gjithashtu vinë bashkë me të brendshmet e tyre që kanë po të njëjtin detaj, dhe ajo që më pëlqen më shumë dhe bën diferencën është që këtë pjesën këtu e kanë me qëndisje. Këto ishin të para, tani do ju tregoj të dytat. Emrin e kësaj faqes dhe u lë këtu poshtë, ndërkohë të bikinive të para doja u lë në fillim. Dhe filloj me të dytat. Këto kanë një ngjyrë shumë të ëmbël. Janë Leila dhe kjo është kështu si tip kropi. Dhe ka këtë detajin e yllit këtu. Dhe kurrizi është kështu. Besoj se në verë kjo do më hy shumë në punë. Bashkë me të brendshmet. Përshia mbi fort pastaj janë këto. Janë shumë të veçanta dhe jam e sigurt që nuk vjen e para as gjikundi. Është sërish në formë kropi, është me këto detajet kështu. Kemi patur dikur në kohën tonë bluza të tilla me kështu ruazash, guaska, çfarë janë këto. Si ato kemi edhe të brendshmet që janë me të lidhurash. Ishin të treja bikinit që unë doja të ndaja në fillim të videos me ju. Tani dua të flas pak. Në fakt jam duke kaluar ditë goxha të vështira. Kam pothuajse një javë që më del gjumi natën edhe nuk bëj fare gjumë të mirë. Edhe nëse më shikoni të hëntur nga syt dijeni që e kam nga pagjumësia. Mbrëm nuk kam fjetur absolutisht fare, përveç se në mëngjes nga ora 8 më ka zënë gjumi tek kuzhina, diku një orë gjysmë, mos gaboj. Tu kam nxjerr edhe kamerën, po bëj goxha kohë që nuk e kam hapur fare, sepse nuk patur shumë kohë që ti përkushtohem. Pasi nëse do xhiroj me kamerë, duhet të rregulloj si fillim laptopin, sepse si që kam treguar përpara disa muajsh, laptopi im nuk po editonte më videot, edhe kështu që kam lënë një moment të dytë që do merrem seriozisht edhe me kamerën edhe me laptopin, në mënyrë që të gjitha videot edhe vlogjet e mia pastaj të xhirohen me kamerë. Unë do provoj ta bëj një foto, sepse nuk kam bërë. Dhe më vjen shumë inat që nuk po mundem ta përdor siç duhet këtë kamerën.
Me sa shoh, ka nevoj edhe për karikim. Okej, prit. Nuk duket edhe shumë mirë, por duhet merrem seriozisht me kamerën dhe nuk duhet ta lë pas dore. Meqense se e nxora tani, duhet ta karikoj. Provojmë edhe një këtu. Duhet ta provoj një me blic. Ja, nuk bëhet pastër me blic pasi ka goxha dritë. Këtu në dhëm, blici është më shumë për në errësirë ose natën. Në duhet të çohem dhe kam lënë që të dalë me rominën për një kape, kështu që do vesh një xhup lart edhe të dalë. Kaq. Po kam ardhur nga kafja, ju thash që nuk ndihesha shumë mirë sot. Shkova mata tensionin edhe kisha të ullët. Është ora diku të 7. Edhe kemi Big Brother sot. Është ora 2 e mëngjesit edhe nuk kam gjumë sot. Nisa të ekurosja, por ekuri më ndezi llampën që duhet të pastrohet edhe do t'i lë për nesër sepse nuk mundesha sot që të merresha me pastrimin e ekurit. Kështu që kam bërë një çaj, ka vendosur edhe muzikë shiu në televizor. E të shohim se sa do shtyjmë edhe sot. Kemi ditën tjetër, mbrëmë kemi gdhirë, do ju tregoj më shumë, ndërkohë që do përdor këtë maskë. Është e firmës Adenosil edhe ka marrë tek Illumina Pharma. Kam parë shumë review pozitive, sidomos nga gocat italiane dhe jam shumë kurioze dhe kurioztare për ta provuar. Thash, meqense do bëj dush, do ta provoj tani. Mos ma vini re sepse e kam gdhirë mbrëm, realisht e kam gdhirë dhe vazhdoj të jem e hënjtur në fytyrë. Mbrëm deri në orën 3:30 kam qenë në Guzhjen edhe pastaj Rohani u ngrit për të shkuar në tualet. E pa që unë nuk isha në krevat dhe erdhi tek Guzhina për të më thirrur, kështu që u detyrova të vija të shtërjesha në krevat me Rohanin, por
Nuk më ka zënë gjumi deri në orën 6:30 të mëngjesit. Pastaj vendosa të ikja sërish në kuzhinë dhe aty kam ndezur televizorin e kam çuar sërish tek muzika me shi dhe më pas nuk e di, ndeza dhe kondicionerin, kam zënë ngrohtë dhe më kishte zënë gjumi. Fjetur deri në orën 11 edhe më pas jam në zgjuar, kam pirë kafen, kam ngrënë diçka edhe dola mora një porosi nga Jusk. Më pas kishte shkuar ora 1 edhe më duheshe të bëja drekën. Bëra një tavë me patate, me mish edhe ja ku jam. Porosin e Jusk doja u tregoj pak më vonë, ndoshta mbasi të lahem. Gjithashtu mora edhe lule, se si do e rregulloja ditën unë për mos merja lule. Kjo maska duhet të mbahet diku tek 1:30, edhe më pas duhet të laj. Të shohim nëse është vërtet ashtu siç e tregonin. Okej, do t'i mbaj kështu të mbledhura edhe do pres të mbushet kohaja, se bukur I kapa. Ja ku jam sërish pas disa orësh, kam bërë dushin, kam ngrënë drekën, ushtriva pak. Nuk doja të flija, sepse s'dua që të rri sërish pa gjumë në darkët. Dhe thash Odita duhet të çohesh. Siç që thash sot më kishte ardhur porosia nga Jusk dhe unë nuk e kisha hapur akoma, sepse nuk isha gjetur momentin e duhur. Këto janë flokët e mi bas maskës. Më pëlqen shumë se sa të buta më rrin. Edhe pse nuk është se I kam rregulluar siç duhet, sepse nuk jam në gjendje sërish për të rregulluar, por kam bërë një unboxing këtu me porosinë e Jusk, edhe mendova që t'ja u tregoj edhe juve. Këto të dyja nuk I kam hapur akoma. Këtu janë 2 komedina për tek krevati Doppio. Duhen montuar, nuk e di nëse do mundem t'i montoj dot, do provoj një herë, por nëse jo pastaj do le ta bëj burre. Gjithsesi do ju tregoj këto që kam hapur. Si fillim, kam marrë një mbules krevati për krevatin tim. Kjo është shumë e bukur, e kisha kohë që mendoja ta merrja, në fakt e kisha vënë syrin, por nuk po bëhesha do të mbar. Është edhe një tjetër që është shumë virale edhe ajo, por ishte akoma edhe më shtrenjtë, kështu që zgjodha të marr këtë. Nuk kam parë nëse ka klëfjes të tillë si ky modeli, por duhet të shikoj sërish. Dhe pastaj kam marrë një kështu ambazhur të vogël. Ky që ka shumë I vogël në fakt, mendoja se ishte pak më I madh, edhe se nuk I kisha parë për masat. Është me bateri dhe ndoshta do ta vendos diku këtu ose nuk e di. Unë në fakt e mora për te komedina, por tani që po I shikoj, duhet të merrja 2 të njëjta te komedina si kjo tjetra, sepse kanë më shumë sy, edhe kjo është më shumë për ndoshta edhe këtu tek tavolina e mezit shkon shumë, sepse atë unë e kam nxjerr atje, ndërkohë që pata këtu tavolina mezit, por gjithsesi u gjet vetë vendi sepse janë goxha cute edhe të bukura edhe janë shumë në modë. Pastaj ajo tjetra është kjo. Në fakt edhe për këtë isha matur disa herë për ta marrë. Ishte goxha shtrenjtë kur doja ta merrja unë, ishte 40.000 lek, por Jusk bëri ulje
para disa ditësh edhe kështu që e mora për 20.000 lekë. Nuk e di nëse do ta kap sërish ofertën, sepse duhet të marr edhe një tjetër si kjo tani që ti kem të dyja njësoj për te komedinat e gjumit. Kjo është me karikim, por do lamb. Nuk ishte lamb. Këto ishin ato çfarë mora tek Jusk, edhe komedinat ishin goxha shtrenjtë kur unë kam dashur t'i marr, por përfitova nga uljet dhe ato i mora 30 secila, në mos gaboj. Do provoj t'i montoj, nuk e di se sa më jem një gjendje, por unë ta marr mundimin. Ndërkohë rrëmuja që kam krijuar është kjo këtu, edhe kjo këtu. Po ikim në piknik. Kemi marrë disa ushqime me vete. Kemi marrë dhe Roanin me vete. Marrë punë që në ndjetë. Ebe, tani po presim në vi makina se kemi çuar. Ndajmë mora shamitët, zbresi Roanin. Sa për Lena Shtervës ka qenë ushqimi, do të frutat e mia të preferuara. Jemi akoma këtu.
sa po realizohet disa foto dhe po merret frymëra tani. Dorim edhe pak edhe do lëvizim. A të gjitha e të dhe? Nuk ka internet. Ka, mërë. Babi ti ka. Po babi ka, unë s'kam.